Të nderuar vllazën musliman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah e fillojmë me faqe të bardhë, e dalim me faqe të bardhë prej muajit madh të Ramazanit. E na qoftë për hajër të gjithëve në xhaminë e juaj, në xhaminë e muslimanëve, ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në këtë xhami të dedikonit, ashtu ke. Na qoftë për hajër edhe një herë po thamë. Na me juve për herë të parë për shihemi e diken të njofim edhe ndërsa dikush në një. E lusim Allahun xhalla xhelalu që gjatë këtij muaji t'ju bëjmë një hizmet e inshallah në emrin të Allahut atë hizmet e bëjmë. Do të fillojmë sonte me muajin që po hym nesër inshallahu taala, muajin e shenjtë, të cilin do ta shijojnë gjithë ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam prej lindjes e diellit e në perëndimin e tij, do thot në katër anët e botës. Këtë muaj të madh prej emrit të Allahut, urdhni Allahut xhalla xhelalu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu xhalla xhelaluhu prej mbi shtatin qiell e ka dërguar Gjibrilin alayhi salatu wassalam, e ka dhënë emanet këtë ajet kuranor prej surës Al-Baqara 183 ajet, thua ju besimtarve musliman në sipërfaqen e tokës deri ditën e kiametit, o ju besimtar, u bë borxh për juve agjerimi i muajit të Ramazanit, sikur që ishte borxh para juve për një popull që ka jetu para juve. Kjo nën kuptohet se Ramazan kanë pas edhe popull tjerë para ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, për çka me agjeru këtë muajin? Për me u bë më të devotshëm, më të sjellshëm, më të droshëm, më të frikshëm ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Domethënë me çu urdhnin e Allahut në vend. La'allakum tattaqun. Allahu nuk është ngusht për agjerimin e juaj. Allahu nuk dëshiron ju të rini unt, e të sakatoheni, e të bahni të etur. Jo. Por Allahu xhalla xhelaluhu dëshiron robin e vet ta urdhrojë me një obligim i cili në realitet është në dobinë e vet robit, pra në dobinë tonë është muaji Ramazanit. Se Allahu nuk ka nevojë për agjerimin ton, nuk ka nevojë për namazin ton, nuk ka nevojë për kurbanin ton. Mirë, po Allahu na ka urdhëruar me kry këto obligime. Prandaj edhe na i them Allahu xhalla xhelaluhu sami'na wa ata'na ya rabbana. Ja Allah, na po e dëgjojmë urdhnin tant edhe do ta përfillim urdhnin tant. Kjo është urdhni i Allahut xhalla xhelalu, që i është shpallur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e na e kemi marrë gatshëm brez pas brezi. Ramazani o vllazën është mbroje, të mbron prej zjarmit xhenemit. Të marrim një shembull kështu të shkurt, thjesht, konkret. I thuash e vladit tant, urdhno 2 franga, 5 franga, me blej 2 buk 1 litër tamël. Ai duhet me shkua me i blej ato dhe me t'i pru. Me shkua në vend 1 litër buk, 1 kilogram buk e 2 litër tamël, apo sa i ke thonë me i blej tjetër sent. A je i knaqur ti, ai me të blej tyje 2 kila qep e 1 kilogram kompira, patate, a? Shka ka bo? A ti e i unët, po donë tash, që ta e ke urdhnua. Ai te ka blej të kundërtën, shka bo hashti me vladin tant? Shka bënsh? E dënësh? Në qoftë se e duash shumë, mëse rrahsh, mëse dënofsh me diçka, e qëjsh prap, e dërgojsh prap. Shko blij, ndroj ato çka unë po të tham. Unë jem baba, unë po të urdhnoj. Kjo është shembull ilustrimi, me t'ja afruar pak nga mendja, për ndryshe nuk krahasohet një prind, një babë, një nan ndaj Allahut xhalla xhelalu. Allahu ka urdhëruar me agjerua. Alhamdulillah, agjerimi shtyll kryesore prej shtyllave të dinit islam. E me radhë është e 4-ta shahadeti, numër 1, la ilaha illallah, për të cilin kemi me folë në këtë Ramazan. Do të shkryjmë programin çka kemi me folë dhe shpalljet keni me i pas.
gjatë mujit, çfarë tema kemi me diskutua me juve, inshallahu taala. Mirë, po mas janë është muj i shenjtë të Ramazanit, sonte vetëm sa për njoftim me juve, që jemi të buar këtu edhe besoj që me juve do t'japim kontribut të gjithë së bashku. Ramazani është mbroje, pra mbroje prej zjarmit xhehenemit. Po pse? Se e ke kryo urdhën e Allahut xhalla xhelalu. Prandaj do të gëzohesh kur ta bësh iftarin, jo pse do të hash ku me ditë çka. Po do të gëzohesh iftarin sepse ke kryo obligimin. Alhamdulillah. Edhe do të gëzohesh me Allahun kur ta takojmë Allahun në xhenet subhanahu wa taala. Por juve sonte do t'ju tham, ma shumë nuk do të foli për këtë muj, për sonte e kam fjallën, masi e kemi nata e parë me juve, që nuk njifemi bol. Unë një hoxh prej Prizrenit, ku në Prizren veproj punoj tash 25 vjetë ma tepër, inshallah në të ardhmen do të njifemi mrenda mujt edhe ma shumë me juve dhe ju me mua, në vllazën jemi dyshim s'ka, kështu që kërkoj prej juve, fillimisht kështu kërkoj prej juve, këtë iniciativë që keni marë, këtë nisme të marë që keni marë, këtë xhami që e keni qelë, e ka qenë rasti fati që unë t'jem hisetar me juve pjesëmarrës në këtë shtëpi të Zotit. Allahu ju nderoft edhe ju shpërbleft për iniciativën e juj, mirë po kjo punë donë përkrahje, edhe prej meje përkrahje, edhe prej juve, të gjithve, përkrahje morale, përkrahje materiale, përkrahje edukative, përkrahje nxitje në çdo pikpamje. Çka është ajo përkrahje më e madhe që unë kërkoj prej juve? Kërkoj prej juve prej sonte është e ejte, nesër e gjumoja dhe të falet këtu me izëm të Allahut xhalla xhelalu, gjumoja parë në Ramazan. Mandej dhe të falim namazet tjera, insha Allahu taala, do të caktojmë na, do të folim me vllaznin. Do të jemi këtu çdo ditë shumë. Ders do të bëjmë çdo ditë. Ders keni pas çdo ditë. Kurse kërkesa dhe nevoja e juj, unë do të mundohem deri në fund, se s'kam ardhur me pushua. Unë kam ardhur me u lodh këtu. Nuk kam ardhur as për me fitua. Kam ardhur me u lodh me juve, që do të jam në shërbim të juve, edhe do të bëjmë mexhlise me juve. E sidomos xhumon, shtunën edhe të dillën, se xhumon mas ditëve që fillojnë pak pushimet, ditët e vikendit. Edhe në Ramazan do të bëheni pak më të qëndrueshëm. Se Ramazani ka ashtu na i kërkon, sabër do të keni më shumë, edhe pse në koha pak sa e nxehtë. E mandej do të jepni kontributin edhe ju që me komplet të vini në xhami me familjet e juja. E këto 3 ditët sidomos, xhumon, shtunën edhe dillën, do të bëjmë programe edhe për tritë e juj, fëmijë, djemë dhe vajza, krejt me i pru në xhami. Le të vjen ai djali jut, ajo vajza jote, le ta shehë shtëpinë e Zotit çka mundet me kanë. Se jemi largue prej xhamiave shumë popullata jonë. Andaj prej sonte kërkoj prej juve vllaznit e mi, e di që nuk kurseni për telefonatat që keni, por rrethin e keni dëgjon edhe ju e keni në dorë. Unë s'unë ju shkoj se si au di telefonat e miqve t'juj e jaranave. E ti bënë një jetë prej sonte, si ta falish këtë taravin e sontit, të i thirish ka 5 telefonata. Po unë këti pja dhja ti tjetrit jo, kyja dhja ti tjetrit telefonin. Se cili këto në iniciativë kena me hinë punë, në kursin do të krymë për një muj. Vallahi po ju deklarohëm, vallahi, nuk kam ardhur në Zvicër për me fitua. Edhe jam dëshmitar, edhe Naseri janë dëshmitar kur ka folë në telefon. A unë që tu Naseri? Më ka thonë, a ka kushta, ke lip kushta, më ka thonë kështu? Çka të kam thonë, deklaroju? Unë s'kam ardhur kushte, s'kam lyp kur far kushte. Unë lypi prej juve që të kushte. Ju me më ndihmua se cili me telefon mira mas, akrabas tënd, mikut tënd, jaranit tënd, dostit tënd, telefon sonte. Këto s'ka nevoj me mi regjistrua këtu, se na keq interpretojnë keq të tjeret. Ju mund një me thonë për mua, në folshit mirë, në xhenet së në mqoni, në folshit keq, në xhehenem së në mshtini, në thashit çka thoni, shnet së në mfalni, më shalni çka të doni, dopsi së në mbani, ajo se ndorë të Allahit janë këto të gjitha, po çka dua, edhe çka si jam unë thoni për mua,
për mire kam fjalën. Pse? Që ta sillni akraban, kret këtu. Në ke pa i kur del në treg, çka bën? Qysh nuk është malli, thot, ky mall o çështu, ky çështu, nuk ka çështu. E unë për juve, s'po thom ju rreni për mua, se me rren haram është, mirë po ju thom edhe çysh nuk jam thoni një hoxh shumë i mirë ka ardhur. Po fol ke shumë, zati unë kam e fol shumë, keni mu vërtetua, atë një me e foli shumë. Po fol ke mire, po fol ke kështu, ana normal kemi me u bazua në Kur'an, edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Do me thonë fjalët mija s'kini me nije, kreti kam mu mbështet dhe bazua në Kur'an dhe në veprimtarinë e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, ato që kemi bon studim të rjetën, edhe ja kemi kushtua këti dinit inshallah të rjetën. Prandaj po ju tham juve, sonte do të shpenzoni, si të shkoni për këtu, do të shpenzoni telefonata. O vlla, o musliman, o i motër, o i muslimane, o akraba, o dost, o jaran. Mandej ne mos keq kuptoni prej meje që telefonata jo vetëm çata që pu falshin e çata me mjekra. Ja, ata s'ka nevojë mi bu telefonata vetë dinë e vin. Ja, telefon çata që i kërkuns janë. Ramazani është muji i umetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, muji i madh, muji i mjekësisë, muji i mbrojtjes, muji i vllaznillakut, muji i sabrit, muji i zeqatit, muji i sadakas, muji i solidaritetit, muji i vllaznillakit, muji i faljes, muji i shpëtimit prej zjarrimit të xhenemit, muji i pajtimit, muji i madh. Muj shumë i madh, vallahi s'kemi tekst në çfarë muj. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Çka kemi thonë më shumë? Ky muj që në tonë shpall Kurani. Kush është Kurani? Kemi mu njoftu me Kuranin të ardhmen kush është inshallah taala. Prandaj ju keni me bon pak gajret me mua me telefonata sot e nesër, shka të mund një me mërin, të regod ju në ka ardhë një shoq, një hoxh edhe po ju lypën. Apel po ju bëjnë, po ju kërkoj kredve. Mandej, inshallah, do të vëmë programin bashkë me vllaznit, që do të keni parasysh të gjithë, do të bëjmë edhe, unë kam ardhur me shoqën, që të regoj, me gruën jam këtu, do më thonë me shoqën jam, që edhe ajo bashkë me motrat e juja, në kontribut tjenë, edhe femnat tona, ta din qysh me falë namazin, ta din qysh me respektu e burin, se këtu në përëndim burri e dim sa respektohet, do më thonë, unë nuk janë hera parë që vi këtu në Zvicër, unë para 30 vjetë e kam ardhë në Gjermani, 78, 89, 80, 81, 82, 83, çdo vjetë kam ardhë edhe vllaznit më kanë punu këtu ka 35 vjetë, 7 vjetë këtu në përperëndime, jem konë shumë vendet të përëndimit, kështu që e dijet asë janë raportet familjare, raportet evlat me prindet, prindet me evladin, burë e grua, marrëdhëniet burë e grua, grua burë, do më thënë raportet familjare, fëmijët, edukimi, qendresa, ku po shkojnë, ka po vinë, besimet e kota, rumja prej sihirit, rumja prej falleve, rumja prej mësynsheve, të gjitha këto këtë muj do të bëjmë kurs, për ju thamë, do të jam këtu, nëse kam xhamatun këtu, do të jam gjithë ditën me ju, se të kom ardhë me pushue. Pushimin e kom ardhë atje në Kosovë. Mirë, po unë atës se kam pushim. Prandaj ju kërkoj juve, këtë iniciativë që keni marë, me qelë këtë xhami, do të përkrahni me miq, e me jarona, e me doslar, e me farefis, e me akraba. Xhamia ju, inshallah, do tjetë gjatë këtij mujit, që do t'i përngjaje një kopshtit të xhenetit. Një kopshtit të xhenetit, inshallahu taala. Në atë kopsht të xhenetit, që do t'ja bëjnë një lloj përkrahje, ka të regu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për qatë kopsht të xhenetit, ka thonë, janë në xhenet, kërkoj falje që nejta me syza, sun pa lexoj pa syza, po me pa sun shumë me syza, në atë xhenet, kopshti i xhenetit është me një popull që do t'jenë të ullur me koltuqe, me karikat nurit, dritës, të rrethakuar me dritë komplet. Sahabët i kanë pyet ja Resulullah, kush janë ai popull në xhenet ashtu, koltuqe dritës, e naje dritë, kret dritë, nur gjithka, ka thonë atë ai popull janë një ummet, kanë lyp sahabët, kanë thonë sifhum lena ja Resulullah, la'allana nuhibbuhum, na i cilëso ma shumë ja Resulullah, me qëllim që t'i dojmë ma shumë atë popull, ka thonë ai popull janë që janë bën vllazën në emrin të Allahut e nuk janë akraban mes veti. Në mes veti, pak dikush me ndikent është farefis, vlla ose kusherin, ose prinder e vlat. Për ndryshe, unë e di që këtu se kam asni kusherin, që tu ku jam,
edhe jam me kilometra larg prej trojeve t'juja, mirë po jam vllai juj edhe ju jeni vllaznit e mi. Kanë thonë ja Resulullah, po çka bojnë ai popull në xhenet që kokën ashtu? Ka thonë, ata kur gjithë do të mërziten e do të piklohen, ata do të knaqen, do të gëzohen, sepse janë vllaznue për hatër të Allahut. Allahu na vllaznoft për hatër ti. Allah i na i boft bashk zemrat, qysh na i kanë bon bashk këto 4 muret në këtë vend. Prandaj kërkoj prej juve, apeloj tek ju, rigja ju bajnë, lutje ju bajnë, me ju tregu vllaznive, djemve, shokëve, akrabave, insha Allahu Taala, se kjo xhami do të funksionoj insha Allahu Taala fort. Mandej do t'ju tham prej në fillim kështu, na them ka Prizreni atje bizbize, më thonë pa perde, pa pardon, drejt do të foli. Do t'i konkuroj çdo hoxhës këtu që punon. Se unë hala nuk hala kubikazhe në forte kam, do më thonë hala nuk e lejoj në autoban kush me më parakalue në këtë pikpamjen që unë punoj në veprimtarin teme, prandaj kërkoj bashkë me juve të ecim. E lusim Allahun xhella xhelaluhu se për hajr ban me bon gara, për hajr. Qoftë xhamia juaj, qoftë xhamia juaj e jonë, edhe jam ja bashkë me juve që e zën vendin numër 1 në këtë Ramazan. Inshallah. Bashkë me juve do të arrijmë qëllimit. Allah ju nderoft. E për sonte më shumë besoj që në hymje s'kemi nevojë që ka me fol, por nesër xhumën e parë do ta falim inshallah taala. E sonte do ta shohim nesër prama sa keni kontribuar ju. Nesër deri dillën në akşam, kjo xhamia nuk na nxen, na jemi të vdektë. Se sot e ajte, nesër e gjumo, mas nesër e shtun, tjetër mas nesër e diell, deri dillën në taravi nesër që nuk kontribojnë këtu, i kemi gabuar telefonatat në ditë. Po unë shpresoj që do të jemi të fortë me izën të Allahut xhalla xhelalu. Vllazni, muaj Ramazanit, edhe pak po bëjmë llaf edhe pse ka hi koha e namazit, po më duket ka hym do të bëj namaz. Ramazani është kurs. Ramazanin se kemi adet. Nuk ka adet Ramazani. Po shkem xhami për adet. E ka një qëllim pse po vish. Bile ju gurbet gjithë ditë me punua, edhe në këshëm ju nalë, e më nëngu neve. Tash t'ju kthehem juve në një mënyrë. Po jo për qëllim të keq, jo për me rrit mendën zejnë. Ju po i marroni xhamiat, ju po i marrni imamët, ju po i karakterin e evladëve t'ju, ju po e rritni, ju po bani, ju po ktheni, vallai ky muaj është kurs i madh. Ky muaj është kurs i madh. Me dalën këtë fund të mujit, këtë kurs me e krye. Mandej ata 11 mujt çka do të bëjmë? Tash kursin e krytëm një muaj. Kur dalim, i morëm çato diplomat një mujorshe. Çka do t'ju bëjmë aty në 11 mujve tjerë? Njëherë një 6 muaj mas Ramazanit do të na maje akumulatorit që kemi mush gjatë këtij muajit na marrë 6 muaj. Tani ata 5 muaj tjerë bëjmë pak prap para përgatitje që po na vjen ky muaj. E jam inshallah gjallësh nesh. Se sa njeri vjet ka qenë si vjet sashtë. Ose sa do të jemi si vjetën mot Allahu alem a do të jemi. Prandaj inshallah taala bashkë me juve vllazën derse do të kemi. Në praktik rinin e kërkojmë sidomos juve djemve të ri, se jeni më të qëndrueshëm, do të bëjmë bashkë me këtë hoxhën e ri, me jetonin që e kam këtu, në praktik një numër prej djemve të ri, do të gjejmë kohë. S'ka, do të gjejmë kohë gjithë natën rrim. Do të gjejmë kohë që t'i bëjmë një numër aktiv për me falë 5 vaktin. Imama i me na falë. Imama na falë. Për ndryshe, ka shkua hoxha i ka falë, ka shkua, shka kalon këtu kërgjons ka shkua. Ku për mua farfaqet zezë më del. Se si mos ta bëjmë stroflën, si mos ta bëjmë punën, aktivitetin kërgjons këna bo. Unë kër e kam bo xhamin në Prizren ku jam, para 3 viteve, i kam ra këtu në punëve moti me bo xhamia, shtëpia në kënina veç, nëse kjo është punë e madhe. Sa është vallahi kjo xhamia që bo, nëse nuk lind, nuk prodhon tjera xhamia, atër është xhamia dekt. E na inshallah s'desim çështë. Prandaj bashkë me juve edhe njerë po tham, Allah i na forcoft imanin, Allah i na boft qëndrueshëm me këtë Ramazan të madh që na ka hi,
bani dua para namazit, mas namazit, para syfyrit, mas syfyrit, para çdo kohë namazit. Allah i na udhëzoft prindët tanë, Allah i na udhëzoft evlat tanë, Allah i na ruajt nderin dhe karakterin e familjeve tona. Allahu Jalla Jalaluhu na boft në Ramazan, Allahu të shëdon këtë muj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Prandaj personte po mbarojmë me çkaq. Inshallah taala nesër xhumoja par, e nesër proma shohim çka kemi bën deri nesër proma. Inshallah keni shkep ju imsakia ato vaktijat në për ato arkat e vend banorëve të juaj, telefonatat me rëndësi të madhe. Se ta shkret Zvicra kemi ardhur prej Kosovës një numër unë që i njoh, po them. Disa kemi ardhur në Austri, disa edhe në për Gjermani, disa edhe në Zvicër. E tash na që kemi ardhur në Zvicër, disa kolegë që i njoh prej Kosovës që na kanë ardhur në Zvicër, mos na keq kuptonin prap, po them, jemi një numër kapaciteti këtu në punëve, por kapacitet pse thënë hallkit nëse s'ke bën kur gjon fundit që jo. A unë qështu ajo? Doktor shumë i mirë, se ka mjekua, se ka shërua s'kend, kur gjon s'ka bo. Inxhinier shumë i mirë, as një ndërtes s'ka konstruktua. Hoqë shumë i mirë, as një njeri se në ka bo me vun vendin e vetë. Atëherë shka ke bo? Wallahi s'ke bo kur gjon. Mirë, po shpresojmë që do të kemi hajër me izën Zotit. E për sonte pra ma shumë spes gjati, se dhe të bo, po bomi gati me falë namazin. Kurse për natat e tjera, ju të vetë do të konsultoni, se unë se u prishi qefin, se unë nuk jem punë ditën, që të kemi parasysh kur me falë taravin, jeni të lodhë shumë sent, mës me u munua, edhe mu ma caktoni gjumon, sa kohë, sa minuta e kini ju, e dini kur shkojnë në punë, në rartë punës, se këto janë gjonat këtu po më duket nuk janë si të na pa u shallë, po në rartë punës duhet me kenë, e inshallah besoj që do të orientohemi gjithsej. Sa për njoftim, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.